Puna jonë pra bazohet në urdhëresat apo autorizimet që i marrim për punë nga organet e drejtësisë, nga prokuria e shtetit apo nga gjykatat. Ata neve na lëshojnë një urdhëresë përmes cilës ne dalim në terren dhe ekzekutojmë në kuptim të gërmimeve vlerësuese dhe eventualisht nëse ka gjetje zhvarrime të aty në mbetje martore të cilat gjenden. Ato pastaj sillen në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ku i nënshtrohet në ekzaminimin mjekoligjore, domethënë ne shikojmë se kush mund të jetë në kuptim të identifikimit. Identifikimi sot dihet bëhet përmes metodave shkencore, përmes ADN-s, dhe në të njëjtën kohë ne e shikojmë, bëjmë edhe atë që quajmë autopsi, përkatësisht ekzaminim mjekoligjor i trupit, ku kemi për qëllim ta gjejmë shkakun e vdekjes të atij individi i cili është gjetur dhe i cili do të identifikohet. Pas identifikimit, mbetjet martore do t'i kthehen familjes, ndërsa raporti i autopsisë do t'i dorëzohet organeve të drejtësisë. Kjo është në pikat shkurta punat që na e bojmë, mirë po është më rëndësi kjo njësia që kemi për komunikim me familje e cila është e hapur gjithmonë për t'i ofruar mbështetje familjeve, sidomos në ato momente kur ne i dorëzojmë mbetjet martore, është më rëndësi që familjet të kuptojnë drejt se cili ka qenë shkaku i vdekjes, cili ka qenë ku ka qenë vendodhjat, ku kanë qenë mbetjet martore, domethënë gjitha informatat që lidhen me individin, familja ka të drejtë të ditë. Konkretisht, ajo që mund të ofrojmë ne, krahas asaj që ne kërkojmë gjithmonë, sepse për identifikim, sot identifikimi është proces krahasues. Domethënë neve na vjen një mostër kockore, të cilën ne e dërgojmë dhe për cilët nxjerrët ADN-ja, por në anën tjetër na nevojitet edhe pika gjakut nga familjarët që i kanë raportuar personat të zhdukur. Nëse këto dy ana përputhen, ne e kemi gati identifikimin. Mirë, po ajo që jeta e përmendi është se ne mund t'ju ofrojmë juve edhe është shumë e rëndësishme është kemi një projekt psikosocial, të cilën jemi duke ofruar për familjarët e personave të zhdukur, i cili projekt është trashëguar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqëzit Kuq, të cilët e kanë zbatuar këtë projekt paraprakisht në disa komuna të Kosovës, mirë po tash së fundi ne kemi marrë këtë projekt dhe jemi duke zbatuar. Kështu që ju bëj apel gjithë familjarëve të personave të zhdukur që janë në regionin e Xhilanit ta shfrytëzojnë mundësinë për të përfituar nga ky projekt sepse ka treguar rezultate shumë të mira në komunat ku është zbatuar më herët.